Çdo mëngjes, para lindjes së diellit, një djalë i ri ngrihej nga shtrati, i lodhur nga puna e ditës së mëparshme, por gjithmonë i vendosur. Ai punonte në një punishtë sapuni në qytet, një vend ku duart i laheshin më shumë se fytyra, dhe ku lodhja e trupit ndjehej deri në kockë. Punonte pa shumë fjalë, i heshtur, i zellshëm dhe i ndershëm. Çdo ditë, pas punës, ndonse raskapitur, ai merrte abdes dhe shkonte në xhami për namazin e pasdites. Edhe pse s'kishte as kohë as para të mëdha, zemra e tij ishte e pasur me një dëshirë të madhe për të qenë pranë Allahut. Një ditë, një plak i moshuar që rrinte zakonisht në rreshtin e parë të xhamisë e thirri dhe i tha: "Bir, çdo herë që kalon pranë meje, sjell një aromë të ëmbël sikur sjell një copë parajse me vete. Për ne që s'dalemi dot nga shtëpia përveç në xhami, kjo aromë është dhundi. Na gëzon zemrën, edhe pse ti ndoshta nuk e kupton." Djali u hutua për një çast. Kishte qenë aq i përqendruar në punën e tij, në ngarkesën e jetës, sa as që i kishte shkuar në mend se duma e sapunit që mbante me vete do të ishte gëzim për ditë tjetër. Ai u përgjigj me zë të ulët: "Unë vetë nuk ndjej më as aromë, as lodhje, as shpërblim. Thjesht punoj. Por ndoshta Allahu ma ka dhënë këtë punë jo për të më pastruar duart, por për të sjellë ndonjë mirësi diku, pa e ditur unë." Plaku buzëqeshi dhe i vuri dorën mbi supë. "Ndërsa ti punon pa u ankuar, Allahu vepron pa u dukur. Edhe era jote është sadaka. Nuk e di se kush dhe si e ndihmon Zoti përmes teje." Mësimi. Shpesh mendojmë se veprat e mëdha janë ato që duken, por në të vërtetë, edhe gjurmët që lëm pa e kuptuar, një fjalë, një aromë, një shembull, mund të jenë një formë mëshire që ndikon te të tjerët. Edhe puna më e zakonshme, kur bëhet me sinqeritet, mund të jepë një dhuratë për botën përreth.